Kryetari i Vetëvendosjes dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dhënë përgjigje se pse nuk po i mbledh partia e tij 30 nënshkrime për Vjosa Osmanin që ta propozojnë për presidente. Ai ka thënë se partia e tij mund t'i ketë 2 kandidat, por që në këtë fazë nuk i ka votat për ta zgjedhur ndonjërin prej tyre. Ne nuk kemi mbledhur nënshkrime për askë, sepse ne edhe në rastin më të mirë ton mund të mbërrim te numri 66, i cili është shumë larg numrit 80, të cilin vet nuk e mbërrim dot. Prandaj kot ne mund të nxjerrim kandidat. 30 është minimumi për ta pasur propozimin, ne këtë mund ta bëjmë kollaj. Ne në fakt mund t'i bëjmë 2 kandidat, por 66 është shumë larg numrit 80. Është e dëmshme të kemi ne tash kandidat, ndërkohë që kemi ngecë te numri 66, tha ai.